Tregjit financiare në Shtetet e Bashkuara u mbyllën në territor pozitiv me indeksin Nasdaq që udhëhoqi rritje në Wall Street. Lëvizjet në treg u ndikuan nga zhvillimet në linjën e mesme, ku vazhdojnë përpjekjet për një marrëveshje armpushimi mes Shteteve të Bashkuara, Iranit dhe ndërmjetësve rajonal. Pavarësisht retorikës së ashpër nga presidenti Donald Trump, i cili paralajmëroi për përshkallëzim të konfliktit nëse Irani nuk rihap ngushticën e Hormuzit, investitorët reaguan pozitivisht ndaj sinjaleve për dialog. Indekset S&P 500 dhe Nasdaq shënuan rritje për të katërtën ditë radhësi, duke regjistruar serinë më të gjatë pozitive që nga muaji janar. Sipas analistëve të tregut, investitorët po ndjekin strategjinë e njohur të blerjes gjatë rënive, në periudha tensionesh gjeopolitike, duke u mbështetur në qëndrueshmërinë e ekonomisë amerikane. Në fokus të tregut ishin edhe disa kompani të veçanta. Aksionet e Soleno Therapeutics u rritën ndjeshëm pas njoftimit për blerjen e saj për $2.9 miliard. Ndërkohë, rritja e çmimit të Bitcoin ndikoi pozitivisht tek kompanitë e lidhura me kriptovalutat, ndërsa aksionet e Coinbase dhe Strategy shënuan fitime. Gjithashtu, prodhuesi i çipeve të memorjes Seagate Technology pa rritje të aksioneve pas përfshirjes në listën e preferuar të Morgan Stanley. Në tërësi, tregjet vijojnë të reagojnë ndaj zhvillimeve globale, duke reflektuar një balans mes rrezikut dhe optimizmit të investitorëve.